Në bazë të qëndrimeve preliminare zyrtare, dyshohet se incidenti ka ndodhur apo plagesa ka ndodhur në territorin e Republikës së Kosovës në pikën 0, që ndon mes Kosovës dhe Serbisë, ku kryesisht pika 0 i referohen pjesës më të skajshme të territorit mes një shtetit, ku kryesisht faktori ndërkombëtar KFOR-i lëviz dhe patrullon në atë pjesë të hapësire, por njëkohësisht edhe nganjëherë edhe Policia e Kosovës në forma të ndryshme sipas planit operacional. Por në bazë të informacioneve preliminare, viktima në këtë rast ka lëvizur brenda territorit të Serbisë duke u kontaktuar me një pjesëtar të ushtrisë së Serbisë, ku sipas informacioneve gjëja për vlerën e mjaltës, por kjo mbetet për të analizuar sepse nuk korrespondon ndoshta edhe me deklarimin e qëndrimit, sepse Policia e Kosovës mund të ketë informacione shtesë, mund të marrë informacione më të zgjeruara sa i përket misionit të vërtetë të personit në fjalë, a ka pasur ndonjë qëllim të kontrabandimit, a ka pasur ndonjë qëllim të kontaktimit me një person tjetër, apo elemente të tjera, në qoftë se është plagos nga pjesa e forcave të Zhandarmarisë serbe, pyetja lind hipotetikisht me personin nga ushtria serbe që është takuar, në çfarë funksioni ka qenë ai, çfarë përgjegjësie bën brenda mekanizmit të ushtrisë së Serbisë, a ka qenë i vëzhguar dhe observuar pjesëtari i ushtrisë së Serbisë nga pjesa e inteligjencës së Zhandarmarisë serbe dhe më pastaj gjatë tërheqjes apo largimit nga territori i Serbisë në territorin e Kosovës është qelluar. Pra janë shumë çështje, shumë pyetje hipotetike që do duhet tani më nga ana e pjesës hetimore, por njëkohësisht edhe nga mekanizmi ndërkombëtar i KFOR-it do duhet që të kërkojë përgjegjësi të veprimeve të Zhandarmarisë serbe, e cili ka ndodhur sipas gjitha gjasa brenda territorit të Republikës së Kosovës. Ne dimi që në të kaluarën ka patur kidnapime të zyrtarëve të policisë së Kosovës, por tani më situata ka gravuar në kuptimin e veprimeve të palës serbe në drejtim të Republikës së Kosovës, po kemi tani bëjmë me shkelje flagrante, shkelje të rëndë të brezit kufitar, duke lejuar si një shtet të vrasë një qytetar të Republikës së Kosovës apo të plagosë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Pra kjo është shqetësuese, pra është tejkaluar arma apo plumbi i një shteti në shtetin e Republikës së Kosovës, ku sipërpasoj kemi të lënduar i cili sipas informacioneve preliminare nga ana e avokatit dyshohet që tani më është në gjendje kritike të jetës së tij. Prandaj në çështë kemi të bëjmë me një vdekje edhe ai nuk i bizotron apo i shpëton plagët e mora, atëre kjo është një tregues të se Serbia në mënyrë permanente ka këtë qëllim dhe këtë synim që të krijojë një incident ndërkufitar. Ne dimi se apostrofuri ka qenë cak i grupeve të Milan Radojicit në të kaluarën, ka qenë cak i vendosjes së mitit eksplozivit në veturën e tina. Pra janë shumë rrethana, shumë elemente sa më do duhet të analizohen dhe të krijohet ai mozaiku i tërësishëm i veprimeve që kanë ndodhur, që kanë quar deri te veprimi i palës serbe në drejtim të qytetarëve të Republikës së Kosovës.